Gjeneta ka vendosur ta përmbyll vitin me një paraqitje që nuk kalon pa u vënë re, duke treguar edhe një herë stilin, guximin dhe vetbesimin që e karakterizojnë. Bukuroshja ka publikuar së fundmi një set fotografish mjaft tërheqëse, ku shfaqet e veshur në bikini, duke theksuar format trupore elegante dhe linjat perfekte që kanë qenë shpesh në qendër të vëmendjes së publikut. Fotografitë janë realizuar në një ambient luksoz, të kuruar në detaje, me ndriçim festiv që jep pamjes një ndjesi festive dhe glamuroze, në harmoni të plot me atmosferën e fundvitit. Kombinimi i dekorit modern me dritat festive krijon një sfond ideal, i cili e nxjerr edhe më shumë në pa bukurinë natyrale të Gjenetës. Me një paraqitje elegante, grim të realizuar në mënyrë profesionale dhe flok të stiluar me shumë finesë, ajo shfaqet plot vetbesim dhe hijeshi. Qëndrimi i saj përpara kamerës reflekton siguri dhe karizëm, duke e bërë çdo fotografi të duket si një kopertinë reviste mode. Çdo detaj, nga poza deri te shprehja e fytyrës, duket i menduar me kujdes për të përcjellë një imazh të fuqishëm dhe modern. Me një herë pas publikimit, fotografitë kanë marrë një reagim të jashtëzakonshëm nga ndjekësit. Postimi është shpërndar me shpejtësi në rrjetet sociale, duke grumbulluar mijëra pëlqime dhe komente brenda një kohe të shkurtër. Ndjekësit nuk kanë kursyer komplimentet, duke e cilësuar Gjenetën si një nga femrat më elegante dhe më atraktive të momentit. Shumë prej tyre kanë theksuar se paraqitja e saj përfaqëson jo vetëm bukuri fizike, por edhe guxim, stil dhe një vetbesim të admirueshëm, që e bën të dallohet nga të tjerët. Me këto fotografi, Gjeneta duket se i ka dhënë një mbyllje të fortë dhe plot shkëlqim këtij viti, duke lënë të kuptohet se viti i ardhshëm do të vijë me edhe më shumë surpriza dhe projekte për të. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.